Keni 2 minuta, mund shfrytëzoni të dy ose vetëm një. Pra, armiqt të vërtet të integrimit jeni ju që villni shqiptarët. Kaq. Faleminderit. Jo, zoti Manja nuk ka fjalë për procedurë sepse jemi me minutazh të përcaktuar. Nuk ka as replik as procedurë se jemi me minutazh. Zoti Balla e ka fjalën. Zoti Tauland Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Jo. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Në orën 16:30 duhet mbarojnë gjithë diskutimet. Zoti Balla. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrim minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos I ngelet atri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Jo, kur të vi radha do flisni. Kur t'ju vi radha, zoti Balla. Jo, nuk mund ta jap që tani sepse nuk parakalohet lista. Kur t'ju vi radha do flisni 5 minuta. Ju lutem, zoti Balla, do ta merrni fjalën. Me rregullore e kemi me minutazh të përcaktuar, dakordsuar në seancë dhe ndërmjet grupeve. Ju lutem, nuk mund ta bëjmë këtë gjë kur t'ju vi radha, do flisni. Zoti Balla. Të nderuar koleg deputet, zonja e zotëri, dashur qytetar shqiptar, sot nuk kemi thjesht dhe vetëm para një teksti për ta votuar. Jemi përpara një momenti I cili kërkon mbi të gjitha qartësi politike, vetdije historike, por edhe përgjegjësi institucionale. Sepse antarësimi I Shqipërisë sonte përbashkët në Bashkimin Evropian është objektivi ynë strategjik, kombëtar, madhor I Shqipërisë. Është objektivi që orienton agjendën tonë kombëtare të reformave, transformimin Europian të shtetit, të ekonomisë dhe të shoqërisë shqiptare. Padyshim, nuk është një aspirat e përgjithshme, as edhe një slogan I bukur për të përsëritur në raste të tilla solemne si I sotmi, por ky është ai boshti ku duhet të rrotullohet veprimi ynë politik dhe institucional çdo ditë. Dhe e vërteta është se Shqipëria ndodhet sot në një fazë të re, më dinamike dhe më të matshme të këtij procesi. Ne kemi kaluar nga faza e aspiratës në fazën e veprimit, nga premtimet tek rezultatet e verifikueshme. Fal një pune intensive dhe të koordinuar të një ekipi negociator që gjej rastin t'i përgëzojë, Shqipëria ka arritur që brenda 13 muajve të hapi 6 grup kapitujt negociues, me një ritëm historik të paprecedent që ka shënuar një rekord më vete në historinë e zgjerimit. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme dhe një tregues I qartë se vendi ynë, Shqipëria jonë e përbashkët, nuk po ecën me hapin e dëshirës, por me hapin e realizimit. Ky përparim nuk ka ardhur thjesht dhe vetëm rastësisht, apo për shkak të momentit gjeopolitik, por ai është një rezultat I vullnetit, është rezultati I disiplinës institucionale dhe një koordinimi, edhe këtu duhet ta themi, mes qeverisë, kuvendit, pushtetit vendor, shoqërisë civile, institucioneve të drejtësisë. Dhe për të kthyer tek roli I kuvendit, unë mendoj që ne kemi rolin më të rëndësishëm në këtë proces. Sepse procesi I antarësimit nuk është thjesht dhe vetëm një agjendë qeveritare. Është një proces kombëtar, ku parlamenti ka rolin e pazëvendësueshëm
Nuk u vënd përkthehen standardet europiane në ligje, apo jo? Këtu ushtrohet kontrolli mbi ekzekutivin, të cilin duhet ta përmirësojmë. Këtu zhvillohet debati demokratik, ku do doja shumë që gjuhë e sotme të ishte gjuhë e përditshme, ndërkohë që duhet ndërtojmë konsensusin e nevojshëm kombëtar për integrimin. E për këtë arsye përgjegjësia e kuvendit si shprehjes si vullnetit politik për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është sot, nesër, pasnesër, vitin e ardhshëm, vitin pasardhës, deri në atë vizionin që duhet ta bëjmë vizion përbashkët Shqipëria 2030 antarë e Bashkimit Evropian. Dhe këtë përgjegjësi ne duhet ta lexojmë, jo në mënyrë ceremoniale, protokollare, por në mënyrë konkrete. Zonja zotri deputet, dashur qytetar shqiptar, gjatë vitit 2025-2026 deri tani në prill, Shqipëria miratoi të paktën 222 akte ligjore në funksion të procesit të integrimit evropian. Krahasuar në fakt me 2024 që ishim vetëm 82 dhe kjo dëshmon një punë intensive. Kemi trefishuar ritmin e harmonizimit ligjor me institucional, por mos harroni që këtë trefishim duhet ta dyfishojmë në javët, në muajt, në vim. Kuvendi ka pasur dhe duhet ketë rol qendror. Unë nuk i iki kësaj edhe këtij angazhimi si kryetari i grupit shumicës, por roli i opozitës është i pasëvendësueshëm. Sundimi i ligjit, drejtësia, lufta kundër korrupsionit dhe drejtat themelore nuk janë disa kushte të ftohta procedurale. Ato janë themeli mbi të cilën ndërtohet besimi i qytetarëve te shteti dhe besimi i Bashkimit Evropian tek Shqipëria. Dhe në këtë drejtim, në raportimin që patëm në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, u njoh me faktin se janë identifikuar dhe janë riparuar 92 hendeqe kritike, 24 kushte ndërmjetme në kuadër të këtij grup kapitulli, atë themeloreve. Mjafton të përmendim disa përzhvillime domethënëse, ku besoj që bien gjithë dakord: konsolidimi i reformës drejtësi përmes paketës ligjore për organet e qeverisë së sistemit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Miratimin e udhërrëfysit për eficientën e sistemit drejtësisë 2025-2027. Në luftën kundër korrupsionit janë miratuar ligji i ri për sinjalizimin, ligji për lobimin, ligji për konfliktin e interesit, ndërsa janë avancuar dhe nismat për financimin e partive politike. Presim nga Komisioni i Venecias opinionin dhe besoj që brenda këtij sesioni që mbyllet të njëjtën e fundit të korrikut ta miratojmë së bashku. Po ashtu në fushën e drejtave themelore janë miratuar ligje të rëndësishme për barazinë gjinore, për parandalimin e dhunës me bazë gjinore, për kujdesin alternativ për minoritetet, për mbrojtjen e dhëna, për median audiovizuale dhe për mbrojtjen e gazetarëve. Të gjitha këto tregojnë se integrimi evropian nuk është thjesht një tabel me kapituj, por ajo mbi të gjitha është një punë reformuese. E kur ua themi shpeshherë në anglisht kolegëve tanë evropian, se reformat nuk i bëjnë se duam të plotësojmë detyrat e shtëpisë për të hyrë në Bashkimin Evropian, por reformat i bëjmë sepse reformat i bëjnë mirë Shqipërisë dhe qytetarëve të Shqipërisë sonë përbashkët. Na duhet forcojmë më tej funksionin ton ligjbërës, duke shërtuar me përparësi legjislacionin shqiptar që synon për afrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Duhet garantojmë dhe të fuqizojmë integritetin, pavarësinë e institucioneve kushtetuese të kryera me ligj që të nxisin përgatitjen e tyre për fazën tjetër. Fazën kur ato institucione do të jenë institucione të një vendi antar të Bashkimit Evropian. Kolegë, këto nuk janë të mira institucionale, por mendoj që janë kushte për ta çuar këtë proces deri në fund me seriozitet dhe besueshmëri. Na duhet të demonstrojmë pjekurinë praktik, sidomos në çështjet që kërkojnë konsensus, siç po e bëjmë sot me miratimin konsensual të kësaj rezolute. Në këtë frymë duhet përfundojmë me konsensus brenda këtij sesioni, brenda korrikut, edhe reformën territoriale, edhe atë elektorale, duke përfshirë, siç e thash, edhe ligjin për financimin e partive politike. Kjo do të ishte një provë e qartë se politika shqiptare ditë ngrihet mbi veten kur bëhet fjalë për objektivin ton madhor kombëtar. Dhe ky objektiv ka një bazë të pakundërshtueshme qytetare. 91% e shqiptarëve mbështesin BE-n.
92% shprehin besim tek Bashkimi Evropian dhe kanë një perceptim pozitiv për të. Asnjë vend tjetër në Europë nuk e ka këtë. Asnjë klasë politike në Europë nuk e ka fatin e madh që më shumë se 90% e votuesve mbështesin këtë bazë të shëndosh mbështetje për antarësimin në Bashkimin Evropian. E pra, ky mandat qytetar kërkon dhe proces më të hapur, më gjithëpërfshirës, sepse Bashkimi Evropian nuk ndërtohet vetëm me negociata teknike, por me parlament fort mbi të gjitha, me institucionet besueshme, me transparencë dhe kulturë demokratike. Dhe në këtë kontekst duhet të thellojmë bashkëpunimin, të rrisim diplomacinë parlamentare. Vizita e këtyre ditëve e Komisionit Politikës së Jashtme të Parlamentit suedez ishte një shembull i mirë që mendoj kryetar edhe zoti kryetari i Komisionit për Europën Punë të Jashtme, ta marrim si model për të ftuar në Tiranë të gjitha komisionet për Europën dhe punë të jashtme të parlamenteve të vendeve anëtare. Ndoshta është më mirë të vinë ata këtu, në kuptimin edhe për të parë siç ndam bashkë me kolegën Tabaku, dje dhe kolegët e tjerë që janë takuar me anëtarët e Komisionit të Politikës Jashtme të Parlamentit suedez, pyetje, përgjigje, vlerësime, vizita, sepse një pjesë e tyre nuk u ka radha të vinë në Shqipëri, po kur vinë në Shqipëri, sigurisht shohin më afër rezultatet. Prandaj zonja e zotëri, dashur koleg, sot nuk mjafton themi se jemi pro Europës, sot duhet të tregojmë se dim të sillemi si një Parlament Evropian në seriozitetin e debatit, në cilësinë e ligjbërjes, në kulturën e mbikëqyrjes dhe në gatishmërinë për të bashkëpunuar për interesin kombëtar. Duke ju falendëruar, mendoj që shpreh një vlerësim të përbashkët, se Shqipëria sot po sheh një ditë bukur nga kjo sallë, edhe lajme më të mira na presin në ditën vim. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Bardhi, keni fjalën të përgatitet zoti Hasani.